Fushata zgjedhore e përcaktuar edhe në kodin zgjedhor kërkon televizioneve të respektojnë një mbulim të ekuilibruar, pluralist dhe të paanshëm, e kjo ka ndodhur edhe me transmetuesin publik, Radio Televizionin Shqiptar, që respektoi standardet e gazetarisë profesionale e i qëndroi deri në orën 19 të ditës së votimit, më 11 maj. Një shkrim i Reporter.al, ku i bëhet analizë raporteve të Autoritetit të Medias Audiovizive në lidhje me kohën e vënë në dispozicion partive në transmetime gjatë fushatës elektorale, rendi transmetuesin publik RTS1 dhe RTS24 më të balancuar se mediat komerciale private. Ndonse dy forcat kryesore morën më shumë kohë në transmetime në Radio Televizionin Shqiptar, vlen të theksohet se në RTS1 dhe RTS24 partitë e vogla arritën përfaqësimin me përqindje dyfishore në pasqyrimin e medias publike. Gjithashtu, duke ju referuar krerëve të partive më të mëdha, balanca është ruajtur e pasqyruar në monitorimin e përditshëm të AMAS, ku dy krerët e partive më të mëdha, Rama e Berisha, shënuan 38.1% dhe 32.8% të mbulimit, ndërsa aktorët e tjerë kanë zënë 29.1%, përqindja më e lartë e hapësirës të dhënësërave alternativ në të gjitha kategoritë e mediave.